Jelinis dhe eti asaj për liri, ka përcyen hijet e frikës, duke sfiduar një epokë të gjatë izolimi dhe represion. Papja desh të jem pjesë e asaj lëvizje. E çdo përvjetor më rikujton se ndryshimet e mëdha nuk lindin kur rastësisht. Ato lindin kur qytetarët marrin përgjegjësinë. Për fatin mbetet themeli i domosdoshëm, mbi të cilin ngrihet një ardhme më e drejtë dhe më humane. Liria nuk është thjesht dhe vetëm një drejtë apo dhuratë për folë. Liria mbi të gjitha është një mundësi. Një mundësi flasim për liri, kur me dosën e mësim vazhdon dhe bashkë kryeministri i vendit që mbrohet në Tiranë, një zëvendës kryeministri e kapur në korrupsion vazhdon të jetë në detyrë. Korrupsioni nuk është gatimi në dorë. Jo. Korrupsioni është dhunë. Është dhunë ndaj së drejtë, dhunë ndaj ligjeve, dhunë ndaj shpresës, dhunë ndaj mundësime, dhunë ndaj çdo qytetari që përpiqet të ndërtojë jetën e tij. A e shohim ne të gjithë në realitet? Absolutisht që po. A jemi në gjendje të kuptojmë që çdo marrëveshje e qetë, çdo favor politik në pasuri kombëtare dhe fonde publike